Ishte viti 1913 kur Vladan Gjorgjević, një politikan, diplomat dhe shkrimtar serb, kryeministër i Serbisë nga viti 1897 deri në vitin 1900, botoi një libër të titulluar Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha. Libri i shkruar pikërisht në kohën kur Shqipëria sapo kishte shpallur pavarësinë, i shkonte për shtat propagandës shoviniste serbe. Autori shkonte deri aty sa t'i paraqiste shqiptarët sikur prejardhjen e tyre e kishin nga njerëzit me bisht. Libri i tij, shkruar në gjermanisht, u përkthye edhe në frëngjisht nga princi Aleksi Karagjorgjević. Këto teori absurde serbe që synonin të justifikonin zhvatjen e trojeve shqiptare, gjetën terren në qarqe intelektuale të rreshtuara në krahun slav. Ata kërkonin që t'i paraqisnin shqiptarët para opinionit publik evropian si të pacivilizuar dhe të paaft për të jetuar të pavarur. Një shkrimtar francez, duke u bazuar në librin e Vladan Gjorgjevićit, e përsëriti këtë histori të prejardhjes së shqiptarëve nga njerëz me bisht në librin e tij të botuar në vitin 1914. Në vitet 1915 deri në 1918, Ismail Qemali jetonte në Paris. Ai po përgatitej për të mbrojtur të drejtat e popullit të tij në konferencën e paqes në Paris që do të mbahej pas përfundimit të luftës së parë botërore. Gjatë qëndrimit të tij në Francë, pas largimit nga Italia në prill 1915, Ismail Qemali refuzoi një kërkesë të qeverisë franceze për të përfshirë territorin shqiptar në luftë. Këtë kërkesë ja paraqiti burrshetasi i quar francez Aristide Briand, i cili shërbeu 11 herë si kryeministër i Francës. Në një pritje të organizuar në nder të tij në vitin 1916, francezat i kërkuan ndihmë për të përdorur territorin e jugut të Shqipërisë si bazë logjistike për një aksion të madh të aleatëve në luftën e parë botërore. Pas këtij refuzimi, Ismail Qemali u detyrua të largohej nga Franca me familjen e tij. Në maj 1918, ai u nis nga Parisi për në Barcelonë, ndërkohë qeveria italiane nuk e lejonte të kthehej në Itali ose të shkonte në Zvicër për shkak të ndikimit të tij të konsiderueshëm në komunitetin shqiptar atje. Prandaj ai shkoi në Spanjë, ku mund të komunikonte më lehtësisht me shqiptarët e Amerikës përmes ambasadës amerikane në Madrid, të cilët e kishin caktuar si përfaqësues të tyre në konferencën e paqes që pritej të mbahej në Paris. Në atë periudhë në Paris, midis bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, shquhet dhe Nikola Lako, i cili me porositë e Ismail Qemalit po përgatiste dy harta shqiptare, një etnografike dhe një politike, për t'i paraqitur në konferencë si dëshmi për të mbrojtur të drejtat e shkelura të shqiptarëve. Patrioti i njohur, publicisti dhe eruditi korçar Nikola Lako i dha shpjegime të shumta shkrimtarit francez. Ai përgjatë një konference shkencore jo vetëm ju kundërvu këtyre fantazive qesharake, por edhe nxori në pa vlerat shqiptare, duke theksuar se shqiptarët janë një popull me tradita të lashta dhe me një kulturë të pasur. Ishte pikërisht kjo ngjarje që e nxiti Nikola Lakon që të shkruante një artikull në shtypin shqiptar në gazetën Tomorri gjatë luftës së dytë botërore. Artikulli na sjell informacione interesante dhe një dëshmi të rrallë të qëndrimit që mbajti Ismail Qemal Vlora ndaj propagandës serbe se shqiptarët na paskan pasur bisht. Kjo dëshmi është e veçantë dhe shërben për të sqaruar dhe një spekulim të përhapur i cili e ka lidhur këtë histori edhe me personazhe të tjera. Një herë në Paris, pas shpalljes së pavarësisë, Ismail Qemali dhe Nikola Lako ishin ftuar në një darkë. Pjesëmarrës aty ishte edhe Frédéric Gilbert, autori i librit Le Pays d'Alben et le Histoire, botuar në Paris në vitin 1914, i cili mbështeste teorinë e shqiptarëve me bisht. Duke pasur parasysh studimin e tij qesharak, Ismail Qemali, të cilit sapo mbërriti aty ju ofrua një koltuk për të ulur në sallon, thot jo pa ironi se në Shqipëri ne i kemi me nga një krap koltukut për të varur bishtin, ju i paskeni ndryshe. Sytë e të gjithë të ftuarve shkuan te Gilbert. Mirë shovinizmi serb, vijoi Ismail Qemali, por që të çoroditen dhe francezët nga këto pallavra, kjo më duket e habitshme. Darka vijoi me biseda të ndryshme rreth Shqipërisë dhe një burr i dehur pak me shampanjë i tha Ismail Qemalit për ta ngacmuar. Me demek ju shqiptarët nuk keni bisht dhe serbët duan t'ju paraqesin me bisht? Ismail Qemali u përgjigj.
Jo se nuk kemi bisht fare, kemi që të gjithë nga një copë bisht, por nuk e kemi atje ku mendojnë serbët, e kemi gjetkë. Kjo përgjigje plotumore e Ismail Qemalit shkaktoi shumë të qeshura tek të pranishmit. Burri vazhdoi ta ngacmonte sërish Ismail Qemalin dhe i tha: "Kam dëgjuar se në Vlorë keni mjalt mjaft të mirë. Kur do na çoni aty që ta provojmë?" Vlora në atë periudhë ishte e pushtuar nga italianët. Ismail Qemali u përgjigj aty për aty: "Gostitemi tani për tani me shampanjë, kur të jemi në Vlorë gostitemi me mjalt." Gjermanët në ato ditë kishin pushtuar krajinën franceze të shampanjës dhe po i afroheshin Parisit. Ismail Qemali njihej për natyrën e tij plot humor. E qërem Vlora dëshmon për bisedat e gjalla dhe zbavitse të kryetarit të qeverisë së përkohshme me krerët e fisëve që vinin për vizitë. Njëherë në Bolen, një fshat në luginën e lumit të Vlorës, dy fise u përplasën dhe u konfrontuan me armë. Ngjarja ndodhi kur një bari i ri u rrethua nga 10 burra të fisit kundërshtar, të cilët synonin t'i grabisnin bagëtin. Bariu u mbrojt me trimëri të jashtëzakonshme, duke vrarë 2 nga sulmuesit, plagosur disa të tjerë dhe duke shpëtuar kështu tufën e tij. Plejësia e fshatit e shqetësuar për ruajtjen e qetësisë në ato kohë të vështira, ju drejtua Ismail Qemalit për ndihmë duke i kërkuar të caktonte gjyqtar për të pajtuar palët. Ndërsa Ismail Qemali përmendte emrat e gjyqtarëve të mundshëm, pleqtë ndërprisnin her pas here duke pyetur: "Bej, a ka dëgjuar Evropa për trimërinë e bariut ton? Çfarë thot ajo për këtë?" Ismail Qemali me mençurinë dhe humorin e tij të hollë përpiqej t'i qetësonte, duke u përgjigjur me buzëqeshje. Sigurisht që Evropa ka dëgjuar për këtë ngjarje dhe e lavdëron trimërinë e djalit dhe të gjithë lebrëve në përgjithësi. Megjithatë, përfaqësuesit e fisit kundërshtar u ndjen të anashkaluar. "Jo", than ata, "nuk do të ketë asnjë pajtim derisa dhe ndonjëri prej nesh të bëjë diçka të madhe për të cilën të flas Evropa." Humori është treguesi i inteligjencës, dhe mënyra se si një njeri qesh është një nga treguesit më të mirë të shpirtit të tij. Për sensin e hollë të humorit të Ismail Qemalit, poeti i madh Ali Aslani sjell një tjetër dëshmi autentike të Luiq Gurakuqit, i cili ishte si një djalë i pandar dhe adhurues i tij. Në një gosti të dhënë për nder të Ismail Qemalit në Rom, në mohabet të sipër, ministri i punëve të jashtme të Italisë, Antonio San Giuliano, i thotë Ismail Qemalit se banka e parë e Shqipërisë lipset dhe me të drejtë të themelohet nga Italia dhe Austria për përpjekjet e tyre lidhur me pavarësinë e Shqipërisë. Me urtësinë e tij, Ismail Qemali mundohej t'ju thoshte as po as jo, dhe mbasi ju desh të shkarkohej një herë, ju përgjigj duke thënë se një musliman e kupton që të marrë 2 gra, por nuk mundet ta kuptoj që një grua të marrë 2 burra. Kësisoj duke qeshur muhabeti, mori një udhë shakaje. Ismail Qemal Vlora, veç sensit të hollë humori, kishte aftësinë për të thënë shumë duke folur pak. Humori ishte një element i rëndësishëm i aftësisë që e kishte për të bindur njerëzit. Ai ishte një burr i qetë, i cili rrezatonte mirësitë e njerëzit të tjerë. Pasja e sensit të humorit është shumë e rëndësishme për një lider. John F. Kennedy thoshte se janë 3 gjëra reale: Zoti, çmenduria njerëzore dhe e qeshura. 2 të parat shkojnë përtej të kuptuarit tonë, kështu që ne duhet të bëjmë çka të mundemi me të tretën. E qeshura ishte një strehë e rehatshme edhe për Abraham Lincolnin, ai gjente tek ajo një arratisje të përkohshme nga telashet. E qeshura bën mirë si për shëndetin mendor, ashtu dhe për atë fizik. Sidomos aftësia për të qeshur me defektet e tua është e domosdoshme për leadershipin. Leadershipi i Ismail Qemal Vlorës ishte i fortë, por jo i ashpër, ishte i sjellshëm, por jo i dobët. Ishte guximtar, por jo i trembur. Ishte i matur, por jo i ngathët. Ishte i përunjur, por jo i nështruar. Ishte krenar, por jo arrogant. Kishte humor, por jo përçmim.